Autonomia. Да. Gati po tash. Mara te i ka shumë më voluminoze. Idemo i na albanski. I na albanski. Mirë, faleminderit për përgjigjen dhe ftesës tonë. Sot bëm një iniciativë në gjykatën kushtetuese në lidhje me ndryshimet e fundit të ligjit për kundërvajtje, nëpërmjet të cilës po implementohet projekti ashtu quajtur qyteti i sigurt ose Safe City. Natyrisht që ky projekt ka shumë dilema në opinion. Asesi nuk duhej që procedura për implementimin e këtij ligji që përfshin nga të gjithë qytetarët e Maqedonisë së Veriut të ishte me procedurë shpejtë dhe pa debat publik në lidhje me probleme që i krijon ky ligj në implementimin e këtij ligji. Pa u debatuar dhe pa u dëgjuar edhe zëri ekspertëve, edhe i zëri qytetarëve. Duhet të një debat akoma më i gjerë në lidhje me këtë implementimin e këtij projekt ligji. Ne jemi për siguri qytetarëve, nuk ka asnjë dilemë, por jemi edhe për sigurinë e qytetarëve në shumë dimension. Edhe në dimensionin social, edhe në dimensionin e infrastrukturës që duhet qytetarët të jenë të barabartë, por edhe në dimensionin e implementimin të ligjit në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut. Përpara kushtetutës, qytetarët duhet të jenë të barabartë. Dhe si tillë, të gjithë qytetarët, pa marrë parasysh a jetojnë Kumanova, në Shkup ose në Tetov, duhet të jenë të barabartë edhe në drejtim të përfshirjes në këtë lloj projekti, më thonë edhe në Strumis, edhe në Struk, edhe në Ohër, edhe në Kërçov, edhe në Kavadarcë, edhe në Shtip, edhe gjithandej. Nuk mund ndahet implementimi i këtij projekti me zona të caktuara, për shkak se kjo lloj ndarje të jep të kuptosh dhe të besosh dhe të dyshosh që ka për qëllim zhvatjen e një kategorie të qytetarëve, për shkak probabilitetit më të madh që ka ky projekt. Aq më tepër, nëse e shihni edhe implementimin dhe përgatitjen e atyre kamerave që do të bëjnë regjistrimet dhe si pasojë e cilës do të jenë edhe dënimet, edhe brenda qytetit të Shkupit janë të koncentruara sidomos në Çajir dhe sidomos në vendet në të cilët infrastruktura horizontale e shenjave dhe vertikale të shenjave të komunikacionit lënë shumë për të dëshiruar. Në vendet të cilat natyrisht që hapësirat për parkingje mungojnë, dhe në vendet në të cilët pastaj janë parapara dënimet të cilët janë goxha të mëdha për xhepin e qytetarëve në një shoqëri e cila duke ne nuk mund krenohemi që ka një standard të lartë jetësor. Apo. Dhe prandaj vlerësuam që iniciativa patjetër se duhet bërë, aq më tepër që edhe një segment tjetër nuk respektohet kushtetuta dhe ligji për përdorimin e gjuhëve, e cila pa marrë parasysh se cili është qëndrimi politik i eksponentëve të veçantë politik, nuk mundet që të mos respektohen ligjet që janë në fuqi. Dhe i pari që është i obliguar të respektojë ligjin, është i pari i shtetit, krete presidenti, kryeministri, sepse ky është betim realisht që ai ka bërë kur ka marrë këtë detyrë zyrtare dhe çdo funksioner i cili kur e merr një detyrë zyrtare. Natyrisht që ligji ka plot dilema dhe gjëra që janë antikushtetuese. Ne me ligj jemi të obliguar, dhe jo vetëm ne, por gjithë bota e civilizuar, jemi të obliguar që të kemi një adresë,
met het cilën do të na dërgohen edhe padit për kundërvajtje, dënimet e tjerë, ose jemi të obliguar të mbajmë numra telefon. Nuk jemi të obliguar të kemi adresa email. Në qoftë se jemi të obliguar për këtë gjëra, atëherë do duhet sa herë që ndrojmë numrat e telefonit, shkojmë paraqitemi në polici që kemi ndryshuar numrat e telefonit. Dhe nuk mund lejohet praktika që dënimet të vinë vetëm se dikush ka dërguar një mesazh, se kjo të kufizon shumë liri tjera pastaj mbrapa. E drejta e ankesës, drejta e një dokumenti të cilit pastaj do duhet për ta ankimuar edhe në gjykat, por edhe në instanca tjera, të cilët normalisht funksionojnë në sistemin e drejtësisë. Po si do që tjetë, janë shumë dilema të cilët duheshin sqaruar përpara se të sillet ligji, dhe prandaj ne sot bëm iniciativën gjykatën kushtetuese duke i kontestuar shumë segment që godasin mbi liritë dhe drejtat themelore të qytetarit, duke kontestuar edhe segmentin tjetër të asaj që duket që krijon një ndasi dhe tendencës për të godit në xhepin e një kategorie qytetarësh. Kështu që për këtë çështje presim që epilogu dhe vendimi i gjykatës kushtetuese të jetë sa më i shpejt, sepse akoma nuk është në datë një nis implementimi i ligjit, dhe ne vlerësojmë që duhet sa më shpejt të marrë qëndrim që të mos niset dhe mos goditet mbi xhepin e qytetarit. Faleminderit. Dereska podnesów me inicjativa da Ustavni sud vojska sa ustavnosti na promenite na zakonot za prekršovanje koji se napravi со цел implementiranje na така наречениот проект Safe City или Безбеден град, од многу причини. Како прво, овој закон каде што се удира врз целото население на Северна Република Македонија, во сите граѓани, никако не е дозволено да помине со брза постапка. Друго прашање што може да се крене зошто проект кој веќе месеци се промовира од страна на владата, иницијативата се прави од пратеници во премиерот. Ево јавно прашање што сака да крие владата, зошто сами не излегуваат да направат ваква иницијатива. Од друга страна, внатре во законот има многу прашања кои удират директно врз равноправноста кои сите граѓани треба да имат. Како прво, премиерот, исто и така и председателот и сите функционери кои се избрани треба да ги почитуваат законите. Затоа дават заклетва дека ќе ги почитуваат уставот и законите на оваа држава. А едно од законите кои тие треба да го почитуваат е и законот за употреба на јазици. И треба да го почитуваат, почнувајќи од премиерот, без разлика кој е нивниот став, политички, треба да го почитува законот за јазиците и во законот треба да стои дека пораките треба да дојдат двојазични, како прво. Како второ, мислам дека несериозно е за една држава, не знам, казни, одлуки, судски, така натаму, да ти дојдат преку порака. Значи, со закони не сме обврзани. Ние, ево, јас имам право да не носам телефонски број. Си имам право да немам емайл адреса. А законска должност ми е да имам адреса, каде што живеам. А ако веќе може да се предвиди такво законско решение, во тој случај ние треба да се пријавиме во полиција секогаш кога веќе менуваме број, секогаш кога веќе менуваме имейл адреса. Значи се прават многу прашања кои нормално дека требаше да биде предмет на јавна расправа пред да се донесе законот. Соочени со ваква ситуација, принудени сме да направиме иницијатива до Уставниот суд. Како прво врз база на двете елементи што ги спомнав, а има и други елементи. Не може што граѓаните треба да бидат еднакви пред Уставот. И не може проект да се имплементира само во 3 града, од друга страна целата територија
на Северна Република Македонија да не биде прикриен со овој проект. Сега, некој ќе рече дека јас сакам да давам етничка димензија на цела оваа работа. Не јас. Тие што нудат вакво решение, не ние, него тие што се дрзнат, не знам, во чај, да има на секој 100 метри по 3, по 5, по 6 камери, а во другите општини во градот Скопје да бидат ретки и само во, не знам, неколку раскрсници. Од друга страна, пред да се имплементират и да одиме на вакви решенија, мислам дека треба добро да размислиме, да ги земаме примерите и на другите држави кои пред нас го имат имплементирано, а не на вакво ниво. Граѓаните знаат дека ваков систем до негде функционира во Швајцарија. Ама да ти пуштат казна по порака, него во адрес дома. И не треба вако како што се имплементира во само неколку градови и дава впечаток дека целта е, бидејќи пробабилноста е поголема од тие граѓани каде што се имплементира да се казнуват, и дава впечаток дека одредена категорија на граѓани треба да им се удира врз џеб. Да не зборуваме за дали може да се имплементира кога инфраструктурата во Чај, например, е најслабата инфраструктура во сообраќајот што го има од сите општини што се во град Скопје. Општина со помала територија, со помалку паркинзи или непостоечки паркинзи, без решенија за булеварди и такви работи и без хоризонтална и вертикална сигнализација. И така натаму, значи многу проблеми во законот кои за волја на вистината требаше најпрвим да се отвара дебата, да се консултираат експерти, да се прилагоди инфраструктурата, точно да им биде на сите граѓани возачи каде знаците и така натаму добро да бидат поставени. Мислам дека вака ние немаме и удираме во основни, со закони се удира во многу начела на слободата и основните права на граѓани. Благодарам. Сега, kush mendon se janë të diskriminuar? Ato qytete ku nuk ka kamera të selfisit apo ato qytete ku ka kamera të selfisit? Unë e kuptoj logjikën e pyetjes se ku e çon. Pak rëndësi ka. Unë mendoj që duhet të jenë barabartësisht të trajtuar të gjithë qytetet. Kjo është ideja bazë të cilën neve e promovojmë. Nuk themi që kjo ose ajo, po natyrisht që më të diskriminuar dhe me që po përzgjidhen vetëm 3 qytete, më të diskriminuar janë ato qytete të cilët përzgjidhen. Po janë shumë të çështje tjera të cilët nuk janë hapur dhe që duhen trajtuar në kuadër të ligjit. Se do ta çojnë në gjykatë kushtetuese këtë ligj e ka paralajmëruar edhe Alianca për shqiptarët e Zotrit Tallavari, por ja që ju e bënët para ti, si e komentoni? Që komentoj tash me vërtet e para punës se s'ka Alianca për shqiptarët e Arben Tallavari. E dyta punës, kjo është temë shumë serioze. Është tepër serioze. Por ta lënë në dorë një njeri jo serios që ndryshon qëndrimet 5 herë në ditë. Dhe nuk pak rëndësi ka paralajmërimi, rëndësi është a do ta bëj një gjë të tillë. Jemi skeptik dhe prandaj ne kemi bërë iniciativën tonë, ndërsa edhe një herë përsëris tema serioze nuk u lihen dorë njerëz jo serioz. Може на македонски пошто него развртно прашањето? И тоа дека најави Алијанса на Таравали, најави дека ќе го поднесат. Добро. Ќе го успорат на Пиставен суд. Па мојот одговор беше дека за сериозни теми не се остава на рацете на несериозни луѓе, кои лажат колку што можат и не се срамат од тоа што лажат. Затоа ние направивме иницијатива, нашиот став во врска со овој закон е биден јасен, не сме имали двоумења во целиот процес, кога сме биле прашани околу ова прашање. Сега политички актери кои заземуваат ставови
од расположението или не знам како ќе поминуваат со премиер или со или калкулираат со власт, мислам дека ние Алијансата за албанците не е таква. Нашиот став си е наш став, без разлика дали сме во опозиција и не калкулираме од позиција дали ќе влеземе или ќе излеземе од некој и така натаму. Ние сме многу комодни со граѓаните и да бидеме со нив кога имат потреба. Питане во тимит një nga deputetët kyç që luajti rol në miratimin e këtij ligjit ishte edhe deputeti Ilir Demiri, nëse mund ta quaj ish deputeti juaj apo sepse ai paralajmëroi që do të veprojë pavarur mirë po në frymën e Aleancës për shqiptarët, ndërsa ditë patëm qëndrimet e kundërta. Pra, më vjen keq të konstatoj që vetëm një dokument që ka nënshkruar zoti Demiri, ku është fjalë Aleancë për shqiptarët, ose ditë kur doli pavarur. Deputetet e Aleancës për shqiptarët dhe ato që janë në frymën e Aleancës për shqiptarët ja ku janë. Është Elia Ziri, është Ilir Dauti dhe nuk mund të jetë në frymën e Aleancës për shqiptarët, për sa kohë që merr vendim në kundërshtim me qëndrimin politik që ka Aleanca për shqiptarët, por në të njëjtën kohë është deklaruar vetë që është i pavarur, me një fjalë është nuk mbron qëndrimet politike që ne kemi, po njëtën kohë edhe ne distancohemi nga veprimi politik që ai bëri ditën që ju e thoni s'kam çfarë bëj tjetër. Deputeti është i lirë të veprojë dhe të votojë ashtu siç ai don, po aq më tepër që s'është pjesë jona, më vetë të deklaruar. Имавте низа забелешки весно сама во изјава што е погрешно во целиот закон. Зошто мандатски не реагиравте пред гласањето во парламентот? За жал, овие закони, затоа реков јас, не требаше брза постапка во врска со ова работа. За жал, ние треба да се прашуваме многу сериозно дали сме парламентарна демократија. А одговорот за жал е не сме. Сме само во хартија и во устав, ама не се почитува. Не заборавајте дека поминавме изборен процес, локални избори, каде што со одлука на владата беа укинати советниците. И ден денеска нема гласање и нема промени на законот и став од собранието, каде што треба да се одлучува за бројките на советниците во собрание. А не во влада и не после со одлука и на Уставен суд да се рачуна дека таа одлука била уставна. Бидејќи сега во ова ситуација, за жал, владата и Уставниот суд ја имат укинато она што е најважно за нас како општество во Северна Македонија. А тоа е да чуваме парламентарната демократија. За жал, ова ти личи повеќе на оние моменти во минатото и во римската империја, дебатата помеѓу, не знам, империи или концепт на република, ама затоа треба да бидеме свесни и да не ни се повторува вакви работи. За жал, почнувајќи од многу аспекти, и еден од, ево и јасен пример, ево се носат закони со брза постапка, закони каде што и немаш ни време да донесеш амандмани, бидејќи законот е обемен, не е само од правен аспект. И од човечки аспект треба да се гледат работите, затоа ние јасно сме кажале дека ставот наш е дека ние сме против овој закон, ќе искористиме алатката Уставен суд за да ги доведеме граѓаните да бидат сите праведни, да немат вака решенија со градови или со подрачје од тој поглед. И за жал, ево, и ова мора да се констатира, бидејќи без да се констатират работите, не може да се решава. Срамно. Во собрание, кај луѓе што имат земено гласови од граѓани, резултатот се знае. Пратениците кои се од власта, кои имат мнозинство во секоја комисија, гласаат за, без да знаат што гласат,
или че така наредиле од партијата или од власта, а пратениците од опозицијата гласаат против, само заради тоа што тие од власта се за. Можда ова е смешно, но е жалосно за нашата демократија и на начинот како функционира. Ти се каме да пите јаш тема се сосме, edhe nga VMRO dhe PMR, por edhe kreu I PD-s më tha që si fundi tha se Ali Ahmeti është lutur tek VMRO-ja që ti merr në qeveri. Kjo ka qenë derisa keni qenë edhe ju pjesë e frontit evropian. Ka qenë kjo në koordinim me Juve ndoshta? A keni informacione të tjera rreth kësaj që përkyçen e ndoshta vetëm BDI-s apo gjithë frontit në qeveri? Jo, unë nuk kam informacione të tilla. Një gjë jam I sigurt, Alianca për Shqiptarët dhe Xherrin Sela nuk lutet. Përpara asnjë partie, përpara asnjë qeveri, nuk gjynzohet, nuk porul korris, ne porulemi vetëm përpara sovranëve. Atyre që na japin mbështetje dhe na japin votë. Tema tjera, nuk du të ngjaj nga ato që me di kam djenë koalicion dhe sa po del prej koalicioni pastaj merr shigjeta dhe drejton shigjeta. Unë nuk kam qenë prezent në një takim të përbashkët me zoti Ahmetin dhe zoti Mickovski që të them diçka në drejtim të kësaj. Ashtu siç nuk kam qenë prezent në një takim përbashkët në qoftë se ka qenë ti zoti Façi që e thoni Mickovski me siguri ka qenë, do shta kanë informata dhe mund t'i plasojnë. Nuk du që me këto tema, këtë unë, si, njërë është gjëra që thonë në opinion të mbajt Bullgari për atë gjëra. Nuk jam I thari ides që duhet skena politike dhe bëhet, këtë unë, shumë e pisë dhe me akuza të mbaja, por sjelljet politike ndoshta flasin në drejtim të asaj se ka qëndrime të shpeshta të sjelljeve politike që mund të jetë e mundur që këtë pas ndoshta në një takim të tillë. Po unë nuk kam qenë prezent dhe nuk kam informata në lidhje me këtë gjë.